pozoj Zonjën Osmani për president. Dhe u fol shumë, sidomos për familjen Jashari, derisa doli një prej antarëve që e mohoi se do t'jetë kandidat dhe tregoi që s'ka ambicie fare politike. A është ende në tavolinë si opsion, duke pas parasysh edhe kryediplomatin tash Gleu Konjufca që tha se është emri që sjell një farë konsensusi automatik. Mendoj që edhe deklarata e zotit Konjufca ka qenë e gabuar, për shkak se ne si Parti Demokratike të Kosovës kemi qenë në vazhdimsi të rezervuar në këtë temë. Ne vlerësojmë shumë rolin, vlerat, sakrificën, gjithçka që ka bo familja Jashari dhe gjithçka që përfaqëson familja Jashari për lirinë dhe shtetin e Kosovës. Mirë po, nuk është korrekte që emri familjes Jashari të përfshihet në temat e politikës ditore pa lejen e tyre. Dhe nga ajo që u podje edhe me deklaratën e zotit Jashari, zotit Murat Jashari, u po që gjithë këtë diskutim që është bo për familjen Jashari nuk e ka pas aprovimin e tyre. Dhe ne si PDK në vazhdimsi jemi rezervuar në këtë temë për shkak se asnjëherë nuk kemi dashur ta shfrytëzojmë emrin familjes Jashari për qëllimet politikës ditore. Ne duhet ta ruajmë statusin e familjes Jashari dhe në asnjë mënyrë mos t'i përfshijmë në temat e politikës të paktën pa aprovimin e tyre. Dhe Arsim Bajrami sot u veto